Sahih al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar vëllezër dhe motra, ku të qeni, selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mirë se erdhët në dersin e 4. Në mësimin e 4 rreth Sahih Bukhariut. Në ligjëratën e kaluar, në dersin e kaluar, në mësimin e kaluar, folëm për mënyrën e ruajtjes të shënimit, të definimit, të përmbledhjes së Kur'anit, librit të Allahut të madhruar, në kohën e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, po edhe i qasëm pak mënyrës së mbledhjes, të bimit, definimit të haditheve të profetit Muhammed alaihi salatu wasalam. Folëm për Kur'anin, dërsa haditheve vetëm se përmendëm. Dhe thamë për Kur'anin se sahabët kanë qenë skajshmërisht të fokusuar në zënjen përmendesh, në memorizimin e ajeteve koranore, pra mësimin përmendesh të ajeteve koranore dhe Kur'anit krejt, por në anën tjetër, një grup sahabësh, rreth 40 vetave, kanë qenë ata të cilët i ka përzgjedhur pejgamberi Muhammed për të shkruar Kur'anin. Dhe se pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam para se të vdes, Kur'ani i tyre u shënua sipas zbritjes në lëkura të palmave, të hurmave, në lëkura të shtazëve, në për rasa e të tjerë. Dhe ishte shënuar i tyre, por i përmbledhur në një libër. E pastaj thamë se në kohën e Abu Bekrit është përmbledhur në një mushaf që quhet, në kohën e Osmanit është shumëfishuar dhe është përndarë në përqendrat e atëhershme islame, e pastaj për aty në kopja në kopje tjera derisa të kësaj ditës. Thamë se hadithin kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam është zanë përmensh, dhe këtu mbetëm, por nuk folëm sa është shënuar apo nuk është shënuar hadith. Pra, flasëm se për këtë shënimit të haditheve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, e që hadithet apo seneti është burimi i dytë mas Kur'anit. Fakti që sahabët kanë qenë të angazhuar skajshmërisht në zënjen e Kur'anit përmendesh, po edhe me shënimin e Kur'anit, ata të cilët janë caktuar për me shënu Kur'anin, siç thamë më herët, gjejmë se nuk është dhënë as përse afërmi rëndësi shënimit e haditheve, ashtu siç është dhënë rëndësi, siç kanë qenë përkushtuar sahabët në shënimin e Kuranit. Andaj Kurani çështje e kryer. Ulemat islam i kanë shtjelluar këtë çështje. Pse a thua nuk janë marrë shumë sahabët me shënimin e haditheve? Sepse kanë qenë, përgjigja, kanë qenë të zanë me zënjen përmendesh të Kuranit. Gjithashtu, është një element tjetër, se që kanë cekur ulemat, që i kanë ndaluar sahabët që të mos shënojnë hadithe. Ai element apo ai arsye është friga se po përzihen ajetet me hadithe. Nga se ata që shënonin, ata që dinin të shënonin ajetet, Kuranin, të njëjtit apo shumica tyne, tani dohet të shënonin edhe hadithet. Shënimi i haditheve dhe shënimi e ajeteve koranore, respektivisht të surët Kuranit, mund të përzihet. Nëse jo të ata që shënojnë, nëse jo edhe të sahabët e tjerë, mund të përzihet të gjeneratat e ardhshme. Së këndemi gjejmë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndalej me shënuar senetin e tij, pra
pejgamberi ndaloi sahabët që ta shënojnë hadithin. Përkundër Koranit që i urdhëroi ta shënojnë Koranin atje. Hadithin i ndaloi. Andaj bazoheshin në zënjen përmendsh të haditheve. Sahabët i zënin përmendsh hadithet. Dhe u apërcillnin shokëve të tyre të cilët nuk ishin aty prezent. Dhe zënja përmendsh e haditheve në mënyrë shumë të përkryer vjen më vonë dhe është dëshmi e gjallë që sot janë këto koleksionet e haditheve si rezultat e zënjes përmendsh të sahabeve hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra pejgamberi ndaloi se s'ka në hadithin e Abu Said al-Khudriut radiallahu anhu se pejgamberi ka thonë: La taktubu anni, faman kataba anni shay'an falyamhuhu. Mos shënoni asgjë prej meje. Faman kataba anni ghayra al-Qur'ani falyamhuhu. Ai që shënon diçka jashtë Kur'anit, le ta fshin. Le ta fshin. Për atë arsye Imam Nevaviu, Allahu e pasmëshiruar, në koment të këtij hadithi, hadithi është Sahih Muslim, thot, ka thonë Qadhi Iyad. Shumë sahab të gjeneratës së parë, shumë sahab, në fakt diskutuan sahab me zvete, thot, e pastaj thot, shumë sahab e ndaluan shkrimin e haditheve, e panë se një gjë e tillë është e urrëtur, nuk pajtuan asesi që të shënohen hadithet gjatë jetës së pejgamberit. Po një pjesë tjetër, madje shumica e tyre, ishin të mendimit se duhet të shënohen hadithe e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Më vonë, më pas, rani u di që të gjithë sahabët, po dhe ata që erë ma sahabët, të gjithë ulemat e vjetër të selefe, rani u di se duhet shënuar hadithe e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, ulemat e mëdhenshëm, rani u di se duhet shënuar të gjithë hadithe e pejgamberit alaihi salatu wassalam. Pra, pejgamberi ndalej me shënu hadithet. Ka dhe argumente tjera që ka ndalu pejgamberi Zotit. Po në anën tjetër, kemi argumente, hadithe, që pejgamberi sallallahu që të regojnë se pejgamberi i ka lejuar sahabët të shënojnë hadithe. Për shembull, hadithe Amr ibn Asit, Abdullah bin Amr bin Asit, dëbirit Amrit, Abdullahut thot, unë e shënoja çdo gjë që ka fliste pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Krejt që kanë dëgjoja, e shënoja, doja ta mësej përmendesh atë që ka thënë pejgamberi Zotit sallallahu alaihi wasallam. Por dikush nga Kurejshit, fisi Kurejshit, më ndaloi dhe më tha, çish po shënon krejt që ka flet pejgamberi? Te e din që pejgamberi është njeri, hidhrohet, nervozohet, nervikoset, se kurse ne, andaj, kur të nervozohet ai, kur ta kap nervoza, mund edhe të flet diçka, ai mund të bie peshmani mas andej. Dhe thotë unë hotova. Dhe i tërgova pejgamberit, ja Rasulallah, unë po kam dëshirë dhe jam duke shënuar krejt që po ndëgjej për teje, ama kur e shitet, popullojt edhe jemi, më ndaluan më shënu, sepse më thanë kështu dhe kështu. Pejgamberi Zotit sallallahu alaihi wasallam, Abdullah i thot, boni me dorë nga goja vetë dhe tha, uktub, fa walladhi nafsi biyadihi la yakhruju min hadha illa al-haqq. Shëna, sepse pasha atë që jeta ime është në dorën e tij, prej kësaj nuk del vetëm hak, vetëm se vërteta. Dhe këtë vërtetën ajetet koranore, o ma antiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha, nuk flet me hamendje ai. S'ka mundësi për shpallje. Edhe kur është nervoze, kur është i qete, kur është në lufte, kur është në paqe, kur është i keshe, kur është serioze, ajo Rasulullah, ai flet hakun. Ai gjithë flet hakun. Edhe veç hakun e flet. Pi gojës ti nuk del tjetër jashtë hakut, jashtë të vërtetës. Për ata këtu pa thot ai bekuar. Uktub,
فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق pej kësaj na nuk dal vetëm se që është hak, që është e vërtet. Pra, këtë e leje me shënu hadithet, ndërsa atë të Sejid Sejid al-Khuderiu të hadithen me hershëm, që cekëm ka ndaluar, këtu ka lejuar, madje në shlerimin e Mekës, në vitin e 8 Hijri, ka ardhur një prej Mekazve, prej Yemenit në fakt, dhe ai ka kërku më shënu gjërat, sepse tu që si ma në men, e ka thonë shënëm në dëgjana, ju njerës, që për thot pejgamberi ka marrë një fjalim, shlerimin e Mekës, ka marrë një fjalim e bekuar, fjalim i gjatë, edhe kjo sahabiju për Yemenit, është friksu se s'pa mundet me i majt men krejt, andaj thët shënëm në ju njerës, që të sene që për thot pejgamberi, ti kam me vetit im se përmensh, i treguan pejgamberit, alayhi salatu wassalam, dhe pejgamberi tha, oktubu li Ebi Shah, shënojani Ebu Shahët, tam në ka pasë e kështu, shënojani. Pra edhe kjo argument, edhe kjo rast është argument se pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam, lejoj shënimin e haditheve gjatë jetës së tij, dhe jo vetëm kaq, por kemi edhe argumente tjera, sikurse të Amr ibn Hazmi është një sahabi ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është transmetuar në për librat të sirës, të historisë, të haditheve, e tjerë, është transmetuar se pejgamberi ka shënuar, jo vetë, por ka thënë shokëve dhe se vetë nuk ka ditë me shënu letra, ja ka dërguar këty në banorët e Yemenit nëpërmjet këtina Amr ibn Hazmit. E ka dërguar në Yemen dhe e ka shënu një letër kunte ka qenë të definuara sasitë e zeqatit të pasënive të ndryshme, sasitë e dijeve të pagesës gjakut, dhe shumë halala dhe harame, dispozita fetare, kanë qenë të shënuara në atë lloj fletushke, në atë lloj letre, ku janë shënuar dhe ka bartë me vete atë letër në Yemen. Andaj kemi disa raste, nuk janë këmë disa shumë, por kemi disa raste ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndërto që të sekëm për të tjera ka lejuar që të shënohen hadithet. Ka ndaluar, ka lejuar. Tani ulemat kanë dhënë mendimet e tyre rreth bashkimit të këtyre haditheve. A thu ka mëspajtime, kontradita, apo qysh bëhen bashkë këto argumente, këto hadithet të cilat njëra palë ndalojnë me shënu hadithet, gjatë jetës pejgamberit të fjala gjithmonë, pala tjetër lejon, argumentet e tjera lejojnë, madje urdhërojnë me shënu hadithet. Ulemat kanë thënë, ka dhënë disa mendime. Mendimi i parë, apo shkaku i parë, apo arsyeja e parë që mund t'i bashkoj këto hadithe mes veti, është hadithet që ndalojnë shënimin e haditheve, shkrimin e tyne, janë të anulluara, nesх. Janë të anulluara, të bëra nesх. Kanë qenë fillim e pastaj janë anulluar. Shkak tjetër mund të ketë qenë friga se po përzihen hadithet me ajetet kuranore. Friga se mos po përzihen ajetet me hadithet kuranore. Sepse që shta më herët, shënonën ajetet, pastaj me shënu edhe hadithet, afer, bashkë me to, fletushka, dhe përzihen, dhe ka mundësi përzihen njerëzve, nuk dihet është ajet e hadith. E Kurani nuk bën me përzime kurrë. Arsyeja e tretë që kanë thënë ulemat, kanë thënë ndalimi i shkrimit të haditheve ka qenë në fillim të Islamit. E pastaj, në fillim të Islamit kur ende kanë zbritur, ka qenë fillimi i zbritjeve së ajeteve kuranore dhe surave të Kuranit. E pastaj në periudhën e mëvonshme, veçantë në atë medinase, ku shumica e Kuranit ka zbritur, dhe nuk ka frikë mëse përzihet Kurani me diçka tjetër, atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka lejuar sahabët që të shënojnë Kur'an.
Dhe të cekëm një pak më lartë se i ka lejuar sahabësh të shënojnë hadithën në falë. Dhe të cekëm më heret se Imam Neveviu ka thanë nga Qadi Iyad se me vonë kanë pajtuar që të shënohet, madje për sahabë, që të shënohet hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ibn Salah, një prej ulemave të famshëm të hadithit, kur e shtjellon këtë çështje mes tjerash, thot: sahabët në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam është vërtet se diskutuan të shënohet hadithi apo mos të shënohet hadithi. Dhe u ndanë dy mendime, por më vonë pajtuan të gjithë se hadithi e pejgamberit duhet shënuar. Arani ujdi dhe u shënuan hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e vazhdon e thot: dhe sikurse mos të ishin shënuar hadithet e pejgamberit, do të na kishte humbur një pjesë e madhe, shumë e madhe e haditheve. Po mos të ishin shënuar hadithet, do të na kishte humbur, ishte drejt është avulluar një pjesë e madhe e hadithet pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pra ajo që ka mund ta përmbledhim në fund krejt me 2-3 fjalë rreth shënimit të haditheve në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Tham, ka hadithe që ndaluan, ka hadithe që lejuan shkrimin e haditheve. Patëm disa sahabë të cilët shkruan hadithe, por ishin pak, dhe se shumica e sahabëve bazoheshin në zënjen përmendesh, në memorizimin e haditheve të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe ato hadithe që mësonin përmendesh, ua thonin shokëve të tyre që nuk i kishin dëgjuar, apo ua përcjellnin edhe nxënësave të tyre e që quhet gjenerata e dytë e tabiinëve. Hadithet. Kjo ka qenë dominante me shumicë absolute. Kjo ka dominuar. Kjo realitet, kjo aktualitet, kjo gjendje ka dominuar të sahabët. Një pjesë e tyre kanë shënuar, por shumë pak, ndërsa shumica absolute nuk kanë shënuar, ani pse kanë pajtuar, por shënuar se kanë pajtuar ka fundi. Shënuar se kanë, sepse janë bazuar në memorizimin e haditheve, e ata kanë qenë shumë të njohur, të dalluar për memorizimin e shpejtë dhe të fortë të gjërave. Arabi, sahabiu, i kanë mbajtur, edhe para se me qenë sahab, kanë qenë në gjendje me i mbajt përmendsh sa të dush numër të haditheve, pa e gabuar as një shkronjë. E për forcën, fuqinë e tyre, për të mbajturit e mend të shpejtë dhe të shumë, flasim me emër të Allahut Azza wa Jall në ligjëratat e ardhshme insha Allahu Teala, dhe deri atëherë i lojmë në mbikëqyrjen e të madhit Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.